Të dashur, të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Sot me lejet Allahu të lartësuar, në radhë jemi tek suretun Nuh. Surja Nuh, një sure mekase prej 28 ajeteve. Nga emri kuptohet që bëhet fjalë për profetin Nuh a.s. Një nga profetet e mëdhej të Allahu xhalleshanuhu, që Allahu e ka konsideruar gjithashtu në Kur'anin famëlar si ulul adhëm, prej pesëshes së profetëve më të mëdhej, së bashku me Ibrahimin a.s., me Musain a.s., Isain a.s., Muhammedin sallallahu a.s., së bashku me këto është edhe Nuhu, që është i dalluar nga të gjithë profetët e Allahu xhaleshanu, që vetë Allahu subhanahu wa taala e ka bërë këtë dallim. Po pse është ky dallim ke këta profet të mëdhej të Allahut të lartësuar? Për shkak të peripecive të shumta që këta profet hoqen me popullin e tyre. Për shkak të vështirësive të mëdha që këta profet patën në përcimin e mesazhit të Allahut xhaleshanu tek populli e tyre. Kështu ishte edhe Nuhu a.s. Është interesante në Kur'anin famëlar se Nuhu a.s. ka ndetur vetëm si profet, si thirrës, në popullin e tij prej 950 viteve. Thot Allahu i lartësuar në Kur'anin famëlar: ne e dërguam Nuhun te populli i vet dhe i tham që t'ia tërheqi vërejtjen popullit të tij para se atyre t'i vi një dënim i rënd. Dhe ne e dërguam Nuhun te populli i tij, ai kaloi ndërta 1050 vite, pra 950 vjet. Dhe populli me që ishin mizor i përfshiu vërshimi, i përfshiu përmbytja e madhe. 950 vite profeci mbi një popull që, siç kuptohet, kanë jetuar shumë gjatë dhe për një kohë kaq të madhe përsëri ai popull nuk e besoi, përveç një pakice të pakët. Nuhu a.s. hoqi shumë peripeci. Populli e kundërshtoi, populli e sulmoi, populli e ofendoi. Derisa në fund, siç e tregon Allahu në surën Nuh, Nuhu do të filloj dhe do të ankohet tek Allahu i lartësuar. Dhe thot: "Qala rabbi inni da'awtu qaumi layla wa nahara." O Zot, po të ankohem ty, këtë popull e ftova në islam, në besim, natë e ditë për 950 vite. I ftova haptazi, i mora dhe personalisht tu i folur fshehurazi, pa e parë të tjerët, por ata nuk besuan. Ata këmbgulen të qëndrojnë në besimin e të parëve të tyre. Ata kishin 4 statuja që i mbanin si zotra, që më përpara këta kanë qenë 4 njerëz të devotshëm. Brezi i parë, për t'i kujtuar njerëzit e devotshëm dhe për të marrë mësim, bëri statuja. Mirë po brezat e mëvonshëm këto statuja i kthyen në Zot, i kthyen në Perëndi që luteshin te këto statuja. Dhe kur Nuhu a.s. i ftoi në besimin e pastër, larg idhujtarisë, larg shirkut, ata e kundërshtuan. Derisa më pas do të vijë dënimi madhështor, një dënim që e tregon Allahu i lartësuar në Kur'anin famëlar, në historinë e Nuhut, që populli i tij do të përmbytet. Zona ku Nuhu a.s. jetonte, në Irakun e sotëm dhe në lindjen e Turqisë së sotme, do të përmbytet sipas një transmetimi të dietarëve dhe një mendimi. Kurse sipas një mendimi tjetër, e gjithë bota është përmbytur, e gjithë njerëzimi është përmbytur, por në fakt njerëzimi ka qenë i fokusuar në atë zonë. Dhe në këtë formë, mbas Nuhut a.s. që do të shkatrohet populli i tij, Nuhu do të rifilloj edhe një herë jetën nga e para, siç Allahu tregon në Kur'anin famëlar që në varkën e tij që Allahu e urdhëroi të ndërtoi, ai aty do të marrë të gjithë besimtarët që e besuan atë, së bashku me kafshët e rajonit që ishin të nevojshme për mbijetesën e popullit në vazhdimsinë që Allahu i lartësuar do të mundsonte mbas përmbytjes së madhe. Të dashur besimtar, kjo përmbledhje përgjithshme e profetit Nuh a.s. është një mesazh i drejtë për drejtë edhe për ne sot.
Është një mesazh i drejtë për drejtë, ishte një mesazh i drejtë për drejtë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për popujt të cilët nuk besojnë profetët, për popujt të cilët nuk ndjekin profetët si shembullin e jetës së tyre për të kënaqur Allahun, krijuesin ton. Nuh alayhis salam e ftoi popullin e tij për 950 vite. Ky ishte një mesazh i drejtë për drejtë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që të kishte durim në popullin e tij. Sepse Allahu e dha për ngushëllim këtë shembull tek profeti alayhi salatu selam, që pavarësisht se të duket vështirësi në vitet tua të para të shpalljes së Islamit ndër njerëz, shikoje Nuhun alayhis salam. Sa peripeci të mëdha kaloi me popullin e vet. Sa vite u mundua me popullin e vet dhe ata nuk e besuan. Prandaj ti duro o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç duroi Nuhu alayhis salam në misionin profetik. Sa mesazh i madh është drejt për së drejti për gjithë secilin prej nesh, të cilët të dashur besimtar nuk kemi pikën e durimit kur flasim për fen, karshi të tjerëve. Nuk tregohemi të matur kur të tjerët na kundërshtojnë. Nuk tregohemi mendje mpret për t'i folur siç duhet argumentat e Islamit. Apo presim që njerëzit ta besojnë Islamin vetëm se ti fole një herë. Apo të presim që njerëzit të fillojnë të falin namazin sepse ti fal namazin çdo kush duhet mendoj si puna jote. Duhet durim i madh në jetesën e Islamit. Për ta jetuar siç duhet në radh parë vet, po duhet durim i madh më pas edhe për ta transmetuar tek të tjerët, me pjekuri, me maturi, me durim. Sepse dëgjojmë shembuj që nuk janë fare të përshtatshëm nga besimtarë që kanë përqafuar Islamin. Dhe gjëja e parë që bëjnë është debatet shumë të mëdha me pjesëtarët e familjes tyre, me prindrit e tyre. Ai sa shkojnë në ndarje, ai sa shkojnë në zënga me njëri tjetrin, largohen nga njëri tjetri. Pse? Sepse ti ke një vit që falesh. Pse se ke ti një muaj që flet atyre për Islamin dhe ata nuk e pranuan? A e ke bërë minimalisht ftesën tënde në fe tek të tjerët 23 vite sa e bëri profeti sallallahu alaihi wasallam, që të dalësh në konkluzion që ky njeri është i humbur, ky njeri është i devijuar, ky njeri është në zjarr xhenemit, ky njeri është mosbesues. Sa mesazh të madh pikërisht i erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe së bashku me të edhe neve si besimtar sot për të qenë të matur në mësimet e qarta që Kurani famëlart neve na mëson për t'i pasur praktik në jetën tonë. Nuhu alayhis salam, të dashur besimtar, në përmbytjen e madhe, çfarë ndodhi? Një prej djemve të tij nuk e besoi. Allahu i lartësuar e shënoi në Kur'anin famëlar dialogun e Nuhut me djalin e tij. E kur tashmë i gjithë populli besimtar, të pakët ata njerëz që e besuan Nuhun, kishin hipur në anije. Anija në mes të shkëtëtirës. Populli që e mohonte e quante të çmendur. Shkonin dhe e ndotnin anijen e Nuhut alayhis salam në shenjë për çmimi. Dhe kur i erdhi shenja, i erdhi shpallja e Allahut lartësuar që tashmë erdhi koha për përmbytje, atëherë të gjithë besimtarët hypën në anije. Djali i Nuhut alayhis salam, imagjinoni, i dashur i babait të tij, të Nuhut alayhis salam, nuk hipi bashkë me babain e tij. Nuk e pranoi besimin e pastër. Dhe kur filloi që ujërat të vinin, tha: "Ya bunayya irkam ma'ana." O birim, hajde hip me ne në anije të shpëtosh. Mos u bëj prej mohuesve, prej kafirave. Ai tha: "Do të shkoj në majën e një mali." Atje nuk ka se si të vi ujë në majën e një mali, më të lartë. Dhe midis tyre erdhi një dallgë e fortë dhe ndau babain me djalin aty, duke e parë në sytë e tij. Dhe kjo është një mësim i madh për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me xhaxhain e tij që donte ta udhëzonte. Por Allahu thot në Kur'an: "Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allahu yahdi man yasha." Nuk mund të udhëzosh o Muhammed sallallahu alaihi wasallam këtë don ti, kë e ke për zemër ti. Allahu udhëzon këtë doj. Udhëzimi është një dhuratë drejt për së drejti nga Allahu i lartësuar dhe për këtë ne nuk mund ta falenderojmë Allahun sa ç'duhet. Pa e kuptuar këtë mirësi të madhe, pa qenë falënderues dhe nënshtrues ndaj Zotit lartësuar, nuk kemi për të arritur grada të larta të besimit. Njeriu duhet largohet nga vetëpëlqimi.
sepse mendon se ai arriti të besoj me zgjuarsinë e tij, është dhuratë drejt për drejt nga Allahu i lartësuar. Apo dikujt i hypen vetja në qef, janë bërë shkak të udhëzoj disa veta në islam, u bëra shkak që dikush për me jetë vinë në xhami. Ai ishte profeti i Zotit dhe s'u bë shkak për djalin e tij. E kush je ti që fillon dhe të mburresh me këtë çështje? Ndërkohë ty Allahu mund të ketë bërë një sebeptar të vogël për të mirën tate. Dhe ti duhet të jesh falendërues ndaj Allahut të lartësuar nëse ta ka mundsuar këtë gjë. Që ti je shembull i mirë që dikush për shkakun tënd të vinë në xhami, ta adhurojë Allahun subhanahu wa taala. Më gjitha, nëse do ta përmbledhim, 950 vite ftesë ky profeti i Allahut, xhelle shanuhu. Çfarë reftoi ky këtë popull? Se 950 vite është një kohë shumë e gjatë. Me çfarë mund përmblidhet ftesa e Nuhut alayhis salam? Dhe Allahu do ta shënoj këtë të dashur besimtar pikërisht në ajetin e 10 të surës Nuh. Ku Nuh alayhis salam tashmë e tregon këtë sekret dhe thotë: "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa aleikum midrara." I thash popullit tim, thoni astaghfirullah. Thoni astaghfirullah dhe ktheuni nga besimi i kot. Thoni astaghfirullah, largoni nga idhujtaria, largoni nga jeta e shturur, largoni nga jeta që e kundërshton Allahun. Besojeni Allahun Zot të vetëm, një. Jeni të bindur që do të dilni para tij ditën e gjykimit në ringjallje. Kërkoni falje, sepse Zoti është falës i madh. Edhe 950 vite të kesh bërë idhujtari, edhe 950 vite të kesh bërë çka mos në tokë, prej gjunave të mëdhaja, dhe gjunave më i madh është se ti s'beson Zotin, prap Allahu do të fali, prap do të fali. Mjafton ti të kërkosh kthim, të bësh tëube istighfar, të thuash o Zot më fal për të gjitha gjunahet e mia dhe do ta gjesh Allahun e lartësuar, falës dhe mëshirues. Dhe patjetër gjithsecili mund bëjë hesabet me vetë në vetë, që a ka mund gjuna ai sa kishte një pjesëtar i popullit Nuhut. Elhamdulillah, ne mbi gjitha kemi mirësinë më të madhe. Dëshmojmë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Besojmë në një Zot të vetëm. Çdo gjuna tjetër është diçka që Zoti e fal me lejen e tij. Mjafton ne të kërkojmë falje tek ai. Dhe i thash, o popull, kërkoni falje tek Zoti. Ai ka për t'ju falur sepse është falës i madh. Ka për t'ju zbritur ujin si bekim nga qielli dhe ka për t'ju ashtuar mirësitë juve. Ka për t'ju ashtuar fëmijët e juaj, ka për t'ju shtuar baçet e juaja, kopshet e juaja, furnizimet e juaja, pasuritë e juaja, çfarë të doni, kërkoni falje tek Allahu i lartësuar. Dhe thon dietarët, është një shkak që njeriu t'i shtohet begatia, pasuria të kërkoj falje tek Allahu i lartësuar. Të thotë astaghfirullah, sepse kur thotë robi astaghfirullah, i përfshin të gjitha gjunahet të ditura apo dhe ato që i ka bërë pa dituri. Dhe thotë Zotit, o Allah më fal, sepse jam një njeri, jam i dobët. Ky ishte mesazhi më madhështor i Nuhut alayhis salam. Dhe kur njeriu do të kërkonte falje, dhe nëse ky popull do ta kërkonte faljen e Allahut lartësuar, populli i Nuhut, atëherë do t'i vinin begatit nga qielli, do t'i vinin begatit nga toka, do t'i vinin begatit si një mëshirë nga Allahu i lartësuar. Ata nuk besuan. Çfarë ndodhi? Erdhi dënimi nga qielli, erdhi dhe dënimi nga toka. U hap qielli dhe ra shi pafund, u hap toka dhe nxori burimet e saj, erdhi deti dhe i mbyti ata të gjallë. E nëse do të kishin kërkuar falje, nga e njëjta derë ku erdhi dënimi do të vinte mëshira. Dhe ky është mesazhi më madhështor i çdo profeti. Kërkoni falje, ktheuni në besimin e pastër tek Allahu i lartësuar. Këtë solli dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky është shembull i qartë për arabët e asaj kohe. Ky është shembull i qartë për çdo njeri të kësaj kohe. Që kushdo ta njohë Zotin duhet kthehet nga jeta e tij në shturje, në jeta e tij pa Zot. Duhet kthehet në besim në Allahun e lartësuar dhe ta besojë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Arabët e besuan profetin sallallahu alaihi wasallam. Shumica e pranuan Islamin përveç një pakice, dhe ajo pakica me kalimin e kohës e mori dënimin e saj. Njerëzit që ishin krye qafirat e asaj kohe e morën dënimin në këtë botë nga duart e sahabëve, qoftë në fronte lufte, që u vran e u persekutuan në këtë formë. Dënim prej Allahut të lartësuar. Por populli shpëtoi, shumica e popullit
sepse e besuan profetin sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë populli i Nuhut nuk e besoi profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është paralelizmi që Allah i lartësuar tregon shpesh në Kur'anin famëlar. Se në momentin që ne do të marrim shembull nga profetët e mëparshëm, sepse ato popull janë dënuar, se përgjithsisht Allah i lartësuar ka treguar në Kur'an shembujt e profetëve të cilët janë kundërshtuar më të madhen nga populli i tyre. Si sprove madhe, po edhe si mësim të madh, sepse çdo popull që ka kundërshtuar profetin ka dhe mënyrën e dënimit që e ka dënuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj të dashur besimtar, është një mësim i madh për ne, surja Nuh, për të nxjerrur mësim që besimi është dhuratë nga Allahu i lartësuar. Allahu don faljen. Allahu do që na fali neve, po ne duhet të themi astaghfirullah. Allahu e pranon pendimin, po ne duhet që të pendohemi tek Allahu i lartësuar. Dhe kështu kemi për të pasur sukses të madh të dashur besimtar. Kemi për të pasur sukses edhe bereqet në këtë botë, për të mirave materiale të kësaj bote, sepse Allahu e furnizon atë që kërkon falje. Allahu e furnizon atë e ka kuptimin atë që e ka pranuar dobësinë e tij, e ka pranuar obrinë e tij, e ka pranuar që është gjunaqar, e ka pranuar që është gabimtar dhe nuk ka portë tjetër që të trokas vetëm se porta e Allahut të lartësuar. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya ghafar. Fal mua se nuk kam ku të trokas tjetër. Nuk ka kush mi fal gjunahet as kush tjetër përveç se teje. O Allah, o falës i madh. E kur njeriu e kupton këtë gjë, do të ketë begati të madh. E kur njeriu e merr mesazhin e Kuranit famëlar, e merr surën Nuh e bën pjesë të jetës së tij, e merr mesazhin e asaj sure dhe e bën praktik të jetës së tij në nënshtrim dhe Allahut të lartësuar, në besim, në istighfar, atëherë patjetër ky njeri do të ketë begati të mëdha nga Allahu i lartësuar në këtë botë dhe më rëndësishmë ajo çfarë ne synojmë të dashur besimtar, kënaqësinë e Allahut të lartësuar në botën tjetër. Ku lut Allahun e lartësuar të na bëjë për besimtarëve të sinqertë, që jetojmë me Kur'anin, bëjmë Kur'anin praktik të jetëve tona. Allah e bëft Kur'anin dritë të zemrave tona, Allah e bëft Kur'anin ndërmjetësues për ne ditën e gjykimit dhe e lutim Allahun e lartësuar të na bashkojë në xhenetin e lartë, në xhenetin Firdaus, siç jemi së bashku në këtë xhami. Amin. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.